Si u krijua Shkodra Elektronika? Na jena taku në internet. Unë kam pas gjetë në YouTube një video kur ka pas i grup, e ka pas emrin Two Pigeons, edhe kanë pas ba Turtulation në versionin e tyre. Edhe unë e kam gjetë një video në YouTube, dhe kam çuar mesazh në Facebook, për më thonë faleminderit për çaj të bë, që unë jam rrit në Itali, kola, jeton në Itali, çish kurs, edhe ai, edhe për mua ka qenë surprizë e madhe me zbulu një muzikant shkodran alternativ. A kishe ndonjë pritshmëri kur ja dërgove këtë mesazhin se do lidheshit dhe se prisje fare që kjo gjë do vjonte në krijimin e Jo. Ishte thjesht vlerësim nga ana jote vlerësim, besoj që do të kenë 2014, 2015, më thonë, kam kanë edhe fort më e re, nuk e kam pas kur mend me, nuk e kam menduar që kola kishte qef. Edhe ai ishte instant? E kola kishte qef. Kola kishte qef shumë. A ishte instant, a ishte i menjëhershëm ky bashkimi juaj, pra kjo kimia u krijua imediate apo ju desh kohë që të krijoj? Është dash kohë sepse dash kohë me menu projektin përpara me vete që ne fillon 2019. Unë këtë idenë e këtij projektit e kam pas filluar për këtë punë, kisha marrë këtë këngën me këtë grupin tjetër me Two Pigeons, Turtulation, se ishte ide që kisha të sa kohë në krye eksperimentosha tu kampionu të ma sample registracioneve të vjetra të këngëve shkodrane, basha eksperimente me këtë ide. Deri sa kur më ka pas shkuar Beatrice, kam pas shkuar me parë kush është kjo vajzë që banë pas grupet me të cilët bak ishte këngëtare. Më pëlqeja zakonisht si knote, attituda në skenë. Edhe por në atë kohë vetëm kisha kryer vetëm idenë e projektit, kisha filluar eksperimentir, por nuk ishte diçka konkrete. Plus isha në turne me grupe tjera, nuk është problema kohët kështu. Dhe kanë tamam ishtu se kur kam marrë turnen me Teatri Lirori që kam kënë në atë periudhë në 2016, atëherë kam bërë një disk me një këngëtare italiane, e masandaj kam dediku këtij projekt. Se s'kisha që me bëj, marruni punë, nuk mësiri kush me bë punë tjera. Pra mund të thuash që Beatrice ndoshta ka hedhur pak nga i pluri saj magjik. Ja, masandaj unë e përgatita kam pas përgatit një koncert që kam pas bërë vetëm për disa data, dhe sa na thirrën me bërë disa data fije më të rëndësishme në Rubini Beqe, na thirri për Bienalen e Venezia, për after party në Bienales Venezia. Adrian Paci na thirri për Ekrani i Artit në Shkodër, plus gjeta 2-3 data tjera në Itali, si rëveti që kena bërë një ditë prova, 2 ditë ndoshta, edhe kena fillu me bërë koncertet.